Pemët që ndodheshin në lulishten pranë Universitetit të Vlorës Ismail Qemali në zonën ku pritet të ndërtohet parkimi nën toksor, ka nisur të zhvendosen dhe të rishpërndahen në pjesë të ndryshme të qytetit. Ky proces vjen si pjesë e një plani më të gjerë, që synon jo vetëm realizimin e projektit të ri infrastrukturor, por edhe ruajtjen dhe shtimin e gjelbërimit në hapësirat publike. Sipas burimeve, një pjesë e konsiderueshme e pemëve do të rivendosen përgjatë lungëmarrjes, një nga zonat më të frekuentuara të qytetit, veçanërisht gjatë sezonit turistik. Ndërsa kjo lëvizje pritet të ndikojë pozitivisht në përmirësimin e estetikës në këtë territor, duke shtuar edhe hapësirat e gjelbërta për qytetarët dhe vizitorët. Ndërkohë puna këtë të mërkurë vijoi në lulishte në lungëmarrje, sikundër po ndiqni edhe nga pamjet në ekran, ndërsa gjithçka ka qëllim të rrisë fondin e gjelbërimit në qytet në një kohë kur Vlora po përgatitet për të nisur sezonin turistik. Shtimi i hapësirave të gjelbërta konsiderohet thelbësor jo vetëm në përmirësimin e jetesës së qytetarëve, por edhe në krijimin e një imazhi më të rreqës për turizmin. Në këtë kuadër, Bashkia e Vlorës thekson se çdo ndërhyrje do të bëhet duke respektuar standardet mjedisore dhe duke garantuar që pemët e zhvendosura të përshtaten në vendodhjet e reja. Procesi i transplantimit kërkon kujdes të veçantë, pasi suksesi i tij varet nga mënyra e trajtimit dhe mirëmbajtjes pas mbjelljes. Ndaj, ajo po bëhet edhe me praninë e specialistëve. Zhvendosja dhe rishpërndarja e pemëve shihet si një kompromis i nevojshëm mes zhvillimit urban dhe mbrojtjes së mjedisit. Pritet që ndërhyrjet të përfundojnë përpara kulmit të sezonit turistik, duke i dhënë qytetit një pamje më të gjelbër dhe më të organizuar, në përputhje me kërkesat e një destinacioni gjithnjë më të vizituar.